Pjesa e tretë. Rrugët drejt rilindjes. Kapitulli 10. Nga ndërgjegjësimi drejt integrimit. Një qenie njerëzore është pjesë e së tërës. E megjithatë, ai e përjeton veten, mendimet dhe ndjenjat e tij si diçka të ndarë nga pjesa tjetër. Një lloj mashtrimi optik i ndërgjegjës së tij. Albert Einstein, në një letër drejtuar Robert Marcus në 12 shkurt 1950. Iluzioni optik të cilit i referohet Einsteini është besimi se ne jemi të ndarë si nga ata që na rrethojnë dhe nga ata që kanë jetuar përpara nesh. Megjithatë, siç e kemi parë vazhdimisht, ne jemi thellësisht të lidhur me njerëzit në historinë tonë familjare, ndërsa traumat e tyre të pasgjidhura mund të shndërrohen në një trashëgimi të heshtur e cila jeton brenda nesh. Kur kjo lidhje mbetet e pavetëdijshme, mund ta gjejmë veten të burgosur në ndjenja dhe në përjetime që nuk i përkasin plotësisht jetës sonë, por i përkasin së shkuarës. Megjithatë, kur fillojmë ta shohim dhe ta pranojmë historinë tonë familjare, rrugët drejt çlirimit nisin të drejtohen. Ndonjëherë mjafton një hap i vetëm. Lidhja e përvojës sonë me një traumë të pasgjidhur brenda familjes. Siç pa me Karoli në kapitullin e mëparshëm, në çastin kur ajo lidhi ndjenjat e shprehura në gjuhën e saj thelbësore me traumën familjare, trupi i saj filloi menjëherë të dritej, sikur po shkunte dhe po lëshonte atë që i përkisej së shkuarës. Për Karoli, kjo vetëdije ishte aq e thellë sa nxiti një reagim visceral, nxiti një përjetim që e ndjeu deri në thelb të qenies së saj. Për disa prej nesh, ndërgjegjësimi për atë që ka ndodhur në familjet tona mund të shoqërohet me një ushtrim ose me një përvojë që sjell çlirim dhe që krijon një ndjesi më të madhe lehtësie në trupin tonë. Faqja e hartës. Deri në këtë pikë të librit, ka shumë gjasa që të keni filluar të dalloni fijet thelbësore të gjuhës suaj të brendshme, të gjuhës bazë. Mund të keni zbuluar fjalë apo fjali që për një kohë të gjatë i keni besuar si plotësisht tuajat, por që në të vërtetë mund të kenë përkitur të tjerëve. Mund të kenë lindur në historinë e atyre që erdhën përpara jush. Ndoshta keni filluar të krijoni uralisje me të kaluarën familjare, duke sjellë në dritë ngjarje të dhimbshme traumatike ose besnikëri të heshtura dhe të pathëna që kanë ndikuar në mënyrën se si ndiheni, se si mendoni dhe se si reagoni sot. Dhe tani është momenti t'i bashkoni këto zbulime dhe të hidhni hapin e radhës. Dhe ta bëni këtë me vetëdije dhe me dëmshuri për veten. Ankesa juaj thelbësore. Gjuha kryesore që përshkruan shqetësimin, luftën, dhimbjen ose ankesën tuaj më të thellë. Përshkruesit tuaj kryesor. Gjuha thelbësore që përshkruan prindrit tuaj. Fjalët që kanë ndikuar në mënyrën se si keni përjetuar prindrit tuaj dhe gjurmët e thella që kjo përvojë ka lënë brenda jush. Fjalia juaj kryesore. Shprehja që jep zë frikës suaj më të madhe. Trauma juaj kryesore. Ngjarja ose ngjarjet në historinë tuaj familjare që qëndrojnë prapa gjuhës suaj bazë. Ushtrimi me shkrim numër 12. Të bëni paqe me historinë e familjes suaj. 1. Identifikoni dhe shkruani fjalin ose shprehjen thelbësore që mbart ngarkesën më të madhe emocionale për ju, ose atë që ju prek më thellë apo që ngjall më shumë emocion tek ju kur e thoni me zë të lartë. 2. Përshkruani ngjarjen ose ngjarje traumatike që lidhen me këtë shprehje thelbësore. Cili është konteksti i saj?
Çfarë ka ndodhur realisht? 3. Rendisni të gjithë personat që janë prekur nga kjo ngjarje. Kush është ndikuar më shumë? Nëna juaj? Babai juaj? Një gjysh apo një gjyshe? Një daj apo një teze? A ka ndonjë antar të familjes për të cilin nuk flitet? A ka pasur ndonjë vëlla apo motër që është dhënë për birësim apo që nuk ka mbijetuar? A ka ndodhur që një gjysh apo një stërgjysh të ketë braktisur familjen, të ketë vdekur në moshë të re apo të ketë përjetuar vuajtje të mëdha? A ka pasur ndonjë prind, gjysh apo gjyshe të fejuar ose të martuar më parë? A njihet kjo histori brenda familjes? A ekziston dikush jashtë familjes që është gjykuar, refuzuar apo fajsuar për lëndimin e një antari të familjes suaj? 4. Përshkruani me detaje atë që ka ndodhur. Çfarë imazhesh ju vjen në mendje ndërsa shkruani? Merrni një moment për të imagjinuar se çfarë mund të kenë ndier apo çfarë mund të kenë përjetuar personat e përfshirë. Çfarë ndodh në trupin tuaj ndërsa reflektoni mbi këtë histori? A ndjeni tension, ngurtësi, trishtim apo diçka tjetër? 5. Vëzhgoni reagimin tuaj emocional dhe trupor. A ndjeni veçanërisht të lidhur me një antar të caktuar të familjes? A përjetoni tërheqje apo reagim emocional ndaj tij ose ndaj saj? Ku e ndjeni këtë në trupin tuaj? Në kraharor? Në stomak? Në fyt? A është kjo një zonë ku shpesh përjetoni ndjeshmëri, dhimbje apo simptoma të përsëritura? 6. Vendosni dorën mbi atë zonë të trupit dhe lejoni frymëmarrjen tuaj të thellohet. Merrni frymë ngadalë dhe me vetëdije, duke lejuar që ajri të mbushë atë hapësirë me qetësi dhe me pranim. 7. Vizualizoni antarin ose antarët e familjes që janë të përfshirë në këtë ngjarje. Në heshtje, drejtojuni atyre me këtë fjalë ose edhe me fjalët tuaja. Ju jeni të rëndësishëm. Unë do të bëj diçka domethënëse për të nderuar. Do të lejoj që kjo tragjedi të lindë diçka të mirë. 7. Vizualizoni antarin ose antarët e familjes të përfshirë në këtë ngjarje. Në heshtje, drejtojuni atyre me këto fjalë ose edhe me fjalët tuaja. Ju jeni të rëndësishëm. Unë do të bëj diçka domethënëse për t'ju nderuar. Do të lejoj që nga kjo tragjedi të lindë diçka e mirë. Do ta jetoj jetën time sa më plotësisht dhe sa më me dinjitet, duke e ditur se kjo është ajo që ju dëshironi plotësisht për mua. Ndjejeni peshën dhe sinqeritetin e këtyre fjalëve teksa I shqiptoni ato. 8. Krijoni gjuhën tuaj personale të nderimit dhe të pranimit. Ndërtoni një shprehje ose një deklaratë që pasqyron lidhjen unike që ndani me këtë person ose me këta persona. Le të jetë një gjuhë autentike, e cila vjen nga përvoja dhe nga zemra juaj. Le të jetë një mënyrë për të pranuar historinë, për të respektuar atë që ka ndodhur dhe për të zgjedhur me vetëdije se si dëshironi të vazhdoni jetën tuaj. Krijimi I fjalive të shërimit personal. Rjetimi I pavetëdijshëm I traumave familjare mund të vazhdojë për breza me radhë. Megjithatë, në momentin që ndërgjegjësohemi se disa mendime, emocione, ndjenja, sjellje apo simptoma nuk e kanë origjinën tek ne fitojmë mundësinë për ta ndërprerë këtë cikël. Procesi I shërimit nis me një veprim të vetëdijshëm. Pranimin e ngjarjes tragjike
dhe të personave që janë të përfshirë në të. Shpesh, ky proces fillon me një dialog të brendshëm ose me një bisedë simbolike me një antar të familjes, qoftë personalisht ose qoftë përmes vizualizimit. Fjalët e duhura kanë fuqinë që të na çlirojnë nga besnikëritë e pavetëdijshme familjare dhe të vendosin një pikë ndalese në ciklin e traumave të trashëguara. Rasti i Xhesit. Xhesi ishte njeri që vuante nga pagjumësia. Në moshën 19 vjeçare, ai filloi të përjetonte simptoma që në mënyrë të pavetëdijshme lidhen me rrethanat tragjike të vdekjes së xhaxhait të tij gjatë një stuhie. Gjatë një seance në zyrën time, i kërkova Xhesit që të përfituronte xhaxhain e tij përballë dhe t'i fliste drejt për drejt në heshtje nëse ai ndihej gati. E ndihmova të formulonte fjalitë dhe e inkurajova t'i thoshte xhaxhait të tij: unë dridhem çdo natë, edhe e kam pasur të vështirë ta lejoj veten time të bie në gjumë që nga ditëlindja ime 19. Teksa i shqiptonte këtë fjalë, frymëmarrja e tij u thellua. Zëri filloi t'i dridhej lehtë. Qepallat filluan t'i dridheshin dhe një lot i rrëshqiti nga cepi i syrit. Më pas ai shtoi: Xhaxha Kolin, që tash e tutje, ti do të jetosh në zemrën time dhe jo në pagjumësinë time. Ndërsa i thoshte këto fjalë, lotët rritnin më lirshëm. Në atë moment e udhëzova butësisht: dëgjoje xhaxhain tënd teksa të thotë të marrësh frymë dhe të lëshosh frikën. Kjo pagjumësi nuk të përket ty. Ajo nuk është historia jote. Vetëm përmes këtij dialogu simbolik me xhaxhain, një xhaxha që ai nuk e kishte njohur kurrë, Xhesi filloi të qetësoj dukshëm. Teksa nxirrte frymën, nofulla ju lirua, shpatullat ju ulën dhe ngjyra ju rikthye në fytyrë. Syt ju gjallëruan. Diçka e thellë brenda tij po çlirohej. Edhe pse kjo bisedë ishte një përfytyrim i Xhesit, kërkimet në neuroshkencë tregojnë se truri aktivizon të njëjtat zona dhe të njëjtat rrjete neuronale sikur të ishte një përvojë reale. Për Xhesin, kjo përvojë simbolike pati ndikime konkrete. Pas seancës son, ai raportoi se arriti të flinte gjatë gjithë natës dhe pa ndërprerje. Shembuj fjalish shëruese. Një burr me të cilin kam punuar kuptoi se në mënyrë të pandërgjeshme kishte marrë mbi vete vetminë dhe izolimin e gjyshit të tij të refuzuar. Ai i tha këto fjalë: kam qenë i izoluar dhe i vetmuar ashtu si ti. Tani e kuptoj se kjo nuk më përket mua. E di se kjo nuk është ajo që do të dëshiroje ti për mua. Dhe ndjej se të dhëm të më shohësh duke vuajtur kështu. Që nga ky moment, zgjedh ta jetoj jetën time i lidhur me njerëzit që më rrethojnë. Në këtë mënyrë unë të nderoj. Një kliente tjetër kuptoi se kishte bartur pa vetëdije dështimet në marrëdhënie dhe pakënaqësinë e nënës dhe të gjyshes së saj. Ajo u shpreh kështu: mami, të lutem më beko që të jem e lumtur me bashkëshortin tim, edhe pse ti nuk mundet të ishe e lumtur me babin. Për të nderuar ty dhe babin, do ta jetoj dhe do ta shijoj plotësisht dashurinë time bashkëshortore, në mënyrë që ju të mund të shihni se për mua gjërat po ecin mirë. Një grua e re, me të cilën kam punuar dikur, pranoi se kishte jetuar në një gjendje ankthi dhe tensioni të vazhdueshëm për aq kohë sa ajo mbante mend. Ajo ja drejtoi këto fjalë nënës së saj, e cila kishte ndërruar jetë gjatë lindjes së saj. Sa herë që ndjej ankth, do të përfytyroj duke më buzëqeshur, duke më mbështetur dhe duke më bekuar që të je mirë.
sa herë që ndjej frymën time të lëviz brenda meje, do ta ndjej praninë tënde me mua dhe do ta di se je e lumtur për mua. Fjalë shëruese shtesë. Në vend që të rijetoj atë që ju ka ndodhur, zgjedh ta jetoj plotësisht jetën time. Ajo që ju ka ndodhur nuk do të ketë qenë e kotë. Do ta shndërroj atë që ka ndodhur në një burim force dhe ndërgjegjësimi. E nderoj fatin tënd dhe buajtin që ke kaluar. Por unë zgjedh ta jetoj jetën time në paqe. Kjo dhimbje nuk është e imja për ta mbajtur. Me dashuri po ta kthej mbrapsht. Unë jam i lidhur me ty përmes dashurisë dhe jo përmes vuajtjes. Do ta jetoj jetën time plotësisht dhe me gëzim. Kjo është mënyra ime për të të nderuar. Unë e shoh atë që ndodhi. E pranoj dhe tani zgjedh të ecë përpara. Do ta nderoj jetën që më ke dhënë, duke bërë diçka më të mirë. Do të bëj diçka kuptim plot dhe do t'ua kushtoj juve. Nuk do të nxjerr kurrë nga zemra ime. Do t'ju mbaj gjithmonë aty brenda. Do të ndes një qiri për ju. Do t'ju nderoj duke jetuar plotësisht. Do ta jetoj jetën time me dashuri. Nga kjo tragjedi do të bëj të lind diçka e mirë. Tani e kuptoj. Kjo më ndihmon të kuptoj më thellë. Nga fjalit shëruese tek imazhet shëruese. Pavarësisht nëse jemi të vetëdijshëm apo jo, jeta jonë ndikohet thellësisht nga imazhet e brendshme, nga besimet, pritjet, supozimet dhe nga opinionet që mbajmë brenda vetes. Gjurmë të tilla të brendshme, si jeta nuk më funksionon kurrë, do të dështoj pavarësisht se çfarë përpiqem, apo kam një sistem imunitar të dobët, mund të krijojnë një lloj plani të brendshëm për mënyrën se si shpaloset jeta jonë. Ato kufizojnë mënyrën se si përjetojnë përvojat e reja dhe ndikojnë edhe në mënyrën se si shërohemi. Imagjinoni efektin që ka në trupin tuaj imazhi i brendshëm. Fëmijëria ime ishte e vështirë. Ose nëna ime ishte mizore. Apo babai im ishte emocionalisht abuzues. Edhe pse këto imazhe mund të përmbajnë një pjesë të konsiderueshme të së vërtetës, ato mund të mos e tregojnë të gjithë historinë. A ishte vërtet e vështirë çdo ditë e fëmijërisë tuaj? A ka qenë ndonjëherë babai juaj i butë dhe i mirë? A është kujdesur ndonjëherë nëna juaj për ju? A keni qasje në të gjitha kujtimet e hershme të përqafimit, ushqyerjes dhe të vendosjes në gjumë kur ishit foshnje? Siç mësua më herët në kapitullin e 5, shumë prej nesh ruajnë vetëm ato kujtime të cilat janë formuar për të na mbrojtur nga lëndimi i përsëritur. Kujtime që mbështesin mekanizmat tanë mbrojtës. Biologët evolucionar e quajnë këtë pjesë të paragjykimit negativ të lindur. Prirja jonë për të fokusuar më shumë tek përvojat e dhimbshme se sa tek ato pozitive. A mund të mungojnë disa kujtime? Dhe më e rëndësishmja, a ja keni bërë ndonjëherë vetes këtë pyetje? Çfarë fshihej pas lëndimit të nënës sime? Çfarë ngjarje traumatike qëndronte pas shkënjimit të babait tim? Gjatë krijimit të fjalive tuaja shëruese, tashmë mund të keni vënë re një përvojë të re të brendshme që fillon të zërrënjë. Ajo mund të jetë shfaqur si një imazh ose si një ndjesi. Ndoshta edhe si një ndjenjë përkatësie apo lidhjeje. Ndoshta keni ndjerë mbështetjen e anëtarëve të familjes, sikur po ju vëzhgonin me dashuri. Mbase keni përjetuar një paqe më të thellë, sikur më në fund, brenda jush të ishte duke u mbyllur diçka e pazgjedhur. Të gjitha këto përvoja mund të kenë një ndikim të fuqishëm në procesin e shërimit.
Në thelb, ato krijojnë një pikë të brendshme referimi, një ndjenjë tërësie, të cilës mund t'i rikthehemi sa herë që ndjenjat e vjetra kërcënojnë stabilitetin tonë. Këto përvoja të reja funksionojnë njësoj si kujtimet e reja, të shoqëruara me kuptime të reja, me imazhe të reja, me ndjenja të reja dhe me ndjesi të reja në trup. Ato mund të jenë ndryshuese për jetën, mjaftueshëm të fuqishëm për të zbehur imazhet e vjetra kufizuese, të cilat kanë drejtuar jetën tonë për kaq gjatë. Këto përvoja dhe imazhe të reja thellohen më tej përmes ritualeve, ushtrimeve dhe praktikave të vazhdueshme. Më poshtë janë disa mënyra krijuese për të mbështetur procesin tuaj të shërimit teksa ai vazhdon të shpaloset. Shembuj ritualesh, ushtrimesh, praktikash dhe imazhe shëruese. Vendosja e një fotografie mbi tavolinë. Një burr, i cili kuptoi se po ripërjetonte fajin e gjyshit të tij, vendosi një fotografi të gjyshit mbi tavolinën e punës. Ai merrte frymthell dhe vizualizonte duke ia kthyer atij ndjenjat e fajit. Sa herë që e përsëriste këtë ritual, ndjehej më i lehtësuar dhe më i lirë. Ndesja e një qiriri. Një grua, babai së cilës kishte vdekur kur ajo ishte foshnjë, nuk kishte asnjë kujtim për të. Në moshën 29 vjeç, të njëjtën moshë që kishte vdekur babai i saj, ajo u nda nga bashorti. Në mënyrë të pavetëdijshme, ajo po përsëriste modelin e shkëputjes të të atit nga familja. Prandaj, ajo ndesi një qiri çdo natë për 2 muaj dhe imagjinonte flakën e qiririt duke djegur pengesat mes tyre, derisa të ndjente një ribashkim simbolik. Ajo fliste me tojatin dhe ndjente e përjetonte praninë e tij si ngushëlluese. Në fund të ritualit, ndjenja e shkëputjes ishte zbutur, dhe brenda saj ishte zgjuar një ndjenjë e re për kujdesjeje nga babai i saj i dashur. Shkrimi i një letre. Një burr që kishte braktisur papritur të fejuarën gjatë studimeve universitare, e gjeti veten 20 vjet më vonë, ende duke hasur vështirësi në marrëdhënie. Ai mësoi se ish e fejuara kishte ndërruar jetë një vit pas largimit të tij. Edhe pse dinte se ajo nuk do ta merrte kurrë letrën, ai vendosi t'i shkruante. I kërkoi falje për pakujdesinë dhe indiferencën e tij. Në letër shkroi: "Më vjen shumë keq. E di sa shumë më ke dashur dhe sa thellë të kam lënduar. Duhet të ketë qenë e tmerrshme për ty. Më vjen sinqerisht keq. E di që nuk do ta dorëzoj kurrë këtë letër, por shpresoj që diku fjalët e mia të arrijnë tek ti." Pas shkrimit të letrës, ai ndjeu një paqe dhe ndjeu një ndjesi përmbylljeje që nuk mund ta shpjegonte. Vendosja e një fotografie mbi shtrat. Një grua që kishte kaluar jetën duke refuzuar nënën e saj, kuptoi se një ndarje e hershme, kur kishte qëndruar në inkubator si foshnje, e kishte bërë që të ndjehej pasigurt dhe e mbyllur ndaj dashurisë të së ëmës. Ajo gjithashtu kuptoi se modeli i largimit nga nëna ishte shndërruar në një model largimi nga marrëdhëniet në jetën e saj. Ajo vendosi një fotografi të nënës në murin mbi jastëk dhe çdo natë i kërkonte simbolikisht nënës së saj që ta mbante atë pranë teksa ajo flinte gjumë. Gradualisht, mbrojtja e saj e brendshme u zbut. Ndërsa shtrihej në shtrat, ajo ndjente sikur e ëma po e përkëdhelte. E përshkruante dashurinë e saj si një rrymë energjie që i jepte forcë. Brenda disa javësh, ndjeu më shumë lehtësi në trup pas zgjimit. Brenda disa muajsh, përjetonte një ndjesi të qëndrueshme mbështetjeje gjatë gjithë ditës. Dhe deri në fund të vitit, vuri re se në jetën e saj po hynin marrëdhënie më të thella dhe më kuptimplota.
Nëna e kësaj gruaje ishte ende gjallë. Megjithatë, kjo praktik mund të jetë efektive, pavarësisht nëse prindi është gjallë apo jo. Zhvillimi i një imazhi mbështetës. Një shpërtim i papritur ankthi të një djali 7 vjeçar u shfaq në formën e shkuljes së një pjese të madhe të flokëve në kurorën e kokës. Një gjendje e njohur si trikotilomania. Ankthi i tij dukej se kishte origjinën në historinë familjare. Kur nëna e tij ishte 7 vjeç, ajo kishte parë nënën e saj të vdiste papritur nga një aneurizëm në tru. Dhimbja kishte qenë aq e madhe sa nëna e tij nuk kishte folur kurrë për gjyshen. Kur nëna më në fundi tregoi djalit se çfarë kishte ndodhur, ai filloi menjëherë të qetësohej. Ajo e ndihmoi të imagjinonte gjyshin e tij të ndjerë si një ëngjëll mbrojtës që kujdesi për të dy. Ajo i tregoi një foto me aureol dhe e udhëzoi të imagjinonte se dashuria e gjyshes ishte si një aureol e butë që i përkëdhelte kokën. Sa herë që ai e prekte majën e kokës, përjetonte një ndjenjë paqeje. Që nga ajo ditë, ai ndaloi së shkulluri flokët. Krijimi i një kufiri personali. Një grua tjetër ishte rritur duke mbajtur mbi vete barrën e të qenit përgjegjëse për lumturinë dhe mirëqenien e nënës së saj alkolike. Meqense ky model për kujdesje vazhdoi edhe në moshën madhore, ajo e kishte të vështirë që ta lejonte veten të merrte kujdes dhe mbështetje nga të tjerët. Për të, ishte e vështirë që të ishte një marrëdhënie pa u ndjerë njëkohësisht përgjegjëse për ndjenjat e të tjerëve dhe e mbingarkuar nga nevojat e tyre. Ajo u ul në dysheme dhe duke përdorur një copë fije, vizatoi një rreth trupit të saj. Ndërsa shënonte një hapësirë për veten, vuri re se po merrte frymë më lirshëm. Pastaj i tha nënës së saj: "Mami, kjo është hapësira ime. Ti je atje dhe unë jam këtu. Kur isha e vogël, do të kisha bërë gjithçka për të bërë të lumtur. Por kjo ishte shumë për mua. Tani ndjehem sikur duhet t'i bëj të gjithë të lumtur dhe kjo e bën afërsinë të ndihet mbytëse. Mami, që tani e tutje, ndjenjat e tua janë atje me ty dhe ndjenjat e mia janë këtu me mua. Brenda këtij kufiri, unë do të respektoj ndjenjat e mia, në mënyrë që të mos humbas veten kur filloj të lidhem me dikë." Ritualet dhe praktikat e përshkruara më sipër mund të duken të vogla krahasuar me dhimbjen e madhe që një person mund të ketë mbartur për vite me radhë. Megjithatë, shkenca na tregon se sa më shumë ti përsërisim dhe ti rikujtojmë këto imazhe dhe përvoja të reja, aq më shumë ato integrohen brenda nesh. Studimet tregojnë gjithashtu se praktika të tilla mund të ndryshojnë strukturën e trurit ton, duke krijuar rrugë të reja nervore. Për më tepër, kur vizualizojmë një imazh shërues, aktivizohen të njëjtat rajone të trurit, veçanërisht në korteksin e majt paraballor, të cilat lidhen me ndjenjat e mirëqenies dhe me emocionet pozitive. Fjalitë shëruese dhe trupi. Një pjesë thelbësore e procesit të shërimit përfshin aftësinë tonë për të përfshirë përvojën e ndjesive tona fizike në këtë proces. Kur ne thjesht mund të qëndrojmë me ndjenjat që lindin në trupin ton, pa reaguar në mënyrë të pavetëdijshme, kemi më shumë gjasa që të mbetemi të qëndrueshëm dhe të qetë edhe kur trazirat e brendshme fillojnë të rriten. Shpesh, kuptimi i thellë për veten lind atëherë kur jemi të gatshëm të tolerojmë atë që është e pakëndshme në përpjekje për të kuptuar më mirë veten. Kur e drejtoni vëmendjen brenda vetes, çfarë ndjeni? Çfarë ndjesish lidhen me mendimet tuaja të frikshme ose me emocionet e pakëndshme? Ku i ndjeni më fort ato? A ju shtrëngohet fyti? A ju ndërpritet frymarrja? A ju ngushtohet gjoksi? A ndjeni mpirje?
Ku ndodhet epiqendra e kësaj ndjenjeje në trupin tuaj? Në zemër? Në bark? Në pleksusin diellor? Aftësia për të lundruar në këtë territor të brendshëm, edhe kur ndjenjat duken mbizotëruese, është thelbësore për procesin e shërimit. Nëse nuk jeni të sigurt se çfarë po ndjen trupi juaj, thoni fjalinë tuaj kryesore me zë të lartë. Ashtu sikur se kemi mësuar në kapitullin e 8. Ta thuash këtë fjali me zë të lartë mund të zgjojë ndjesi fizike. Thuajeni dhe vëzhgoni trupin tuaj. A ndjeni ndonjë dridhje? A ka një ndjenjë fundosjeje? Mpirjeje? Çfarëdo që të ndjeni, ose edhe nëse nuk ndjeni asgjë, është në rregull. Thjesht vendosini dorën në atë vend ku mendoni ose ndjeni se ndodhen këto ndjesi. Pastaj sillni frymën tuaj në atë zonë. Nxirrni frymën në mënyrë që gjithë ajo pjesë e trupit të ndjehet e mbështetur. Mund ta imagjinoni frymën tuaj si një rrezë drite që ndriçon atë pjesë të trupit. Pastaj thojini vetes këtë fjalë. Unë jam këtu për ty. Imagjinoni sikur po i flisni një fëmijë të vogël që ndihet i padukshëm dhe i padëgjuar. Ka shumë mundësi që një pjesë e tillë ekziston brenda jush. Një fëmijë i brendshëm që është i njohuar për një kohë shumë të gjatë. Imagjinoni se ky fëmijë i vogël ka pritur që ju ta vini re dhe ta pranoni atë. Dhe se sot është ajo ditë. Fjalitë shëruese që mund t'i themi vetes. Vendosni dorën mbi trupin tuaj dhe merrni frymë thellë ndërsa i thoni vetes një ose më shumë nga këto fjali të mëposhtme. Unë jam këtu për ty. Jam pranë teje. Do të të mbaj. Do të marr frymë me ty. Do të të ngushëlloj. Sa herë që ndihesh i frikësuar ose mbi ngarkuar, unë nuk do të braktis. Do të qëndroj me ty. Do të marr frymë me ty derisa të qetësohesh. Kur vendosim duart mbi trupin ton dhe drejtojmë fjalët dhe frymën ton brenda vetes, ne mbështesim pjesët tona më të brishta dhe më të ndjeshme. Në këtë mënyrë, krijojmë mundësinë për të lehtësuar ose për të çliruar atë që e përjetojmë si të papërballueshme, të patolerueshme. Ndjenjat e zgjatura të shqetësimit mund t'i lënë vendin gradualisht ndjenjave të zgjerimit dhe mirëqenies. Ndërsa këto ndjenja të reja fillojnë të rrënjosen, ne mund të përjetojmë veten duke u mbështetur gjithnjë dhe më shumë tek trupi ynë si një burim sigurie dhe stabiliteti. Shërimi i marrëdhënieve tona me prindrit. Në kapitullin e 5, mësuam se vitaliteti ynë, forca jetësore që marrim nga prindrit tanë, mund të bllokohet kur lidhja jon me ta dëmtohet. Kur kemi refuzuar, gjykuar, fajsuar ose e kemi distancuar veten nga njëri prej prindërve, jehonat e kësaj ndarjeje ndihen edhe brenda nesh. Dhe nëse nuk jemi të vetëdijshëm për këtë, largimi nga një prind është i ngjashëm me largimin nga një pjesë e vetes sonë. Kur shkëputemi nga prindrit tanë, cilësitë që i konsiderojmë si negative tek ata mund të shfaqen tek ne në mënyrë të pavetëdijshme. Për shembull, nëse i kemi përjetuar prindrit si të ftohtë, kritik apo agresiv, cilësi që ne i refuzojmë tek ata, mund të fillojmë ta përjetojmë veten si të ftohtë, vetë kritik ose madje edhe të ashpër ndaj vetes. Pikërisht ato cilësi që ne i kemi refuzuar tek ata. Në këtë kuptim, ne i bëjmë vetes atë që besojmë se na është bërë. Një rrugdalje është që të gjejmë një mënyrë për të sjellë prindrit tanë në zemrat tona dhe për të sjellë në vetëdije cilësitë që i kemi refuzuar tek ata dhe tek vetja. Aty kemi mundësinë
që të transformojmë diçka të vështirë në diçka që mund të na jap forcë. Duke zhvilluar një marrëdhënie me pjesët e dhimbshme të vetes, pjesë që shpesh i kemi trashëguar nga familja jonë, ne krijojmë mundësinë për t'i transformuar ato. Cilësitë të tilla si ashpërsia mund të shndërrohen në burim mirësie. Gjykimet tona mund të bëhen themeli të mshurisë sonë. Të ndihesh në paqe me vete, shpesh fillon me të qenit në paqe me prindrit tanë. Duke pasur këtë parasysh, pyeteni veten: a mund të merrni diçka të mirë nga ajo që nuk ju a kanë dhënë? A mund të qëndroni të hapur në trupin tuaj kur mendoni për ta? Nëse ata janë ende gjallë, a mund të qëndroni të ndjeshëm dhe të pambrojtur kur jeni pranë tyre? Shërimi mund të ndodhë edhe nëse prindrit kanë vdekur, janë në burg ose janë zhytur në një histori të thellë dhimbjeje. A ekziston ndonjë kujtim, një qëllim i mirë, një imazh i butë, një kuptim apo një mënyrë në të cilën prindrit tuaj e kanë shprehur dashurinë që mund ta pranoni? Duke lënë të lidhet me një imazh të brendshëm, të ngrohtë, mund të fillojë të ndryshojë marrëdhënien tuaj të jashtme me prindrit. Ju nuk mund të ndryshoni atë që ka ndodhur në të kaluarën, por mund të ndryshoni atë që është tani, për sa kohë që nuk prisni që prindrit tuaj të ndryshojnë apo që të jenë ndryshe nga ata që kanë qenë. Ju jeni ai që duhet ta mbajë marrëdhënien ndryshe. Kjo është puna juaj dhe jo puna e prindërve tuaj. Pyetja është: a jeni të gatshëm? Murgu i njohur budist Thich Nhat Hanh na mëson se kur je i zemëruar me prindrit, në të vërtetë je i zemëruar me veten. Ai përdor një metaforë të thjeshtë. Imagjinoni sikur vrima e misrit të zemërohej me kokrën e misrit. Ai na këshillon: nëse jemi të zemëruar me baban ose me nënën tonë, duhet të marrim frym thellë dhe të gjejmë një mënyrë pajtimi. Kjo është e vetmja rrugë drejt lumturisë. Pajtimi është kryesisht një lëvizje e brendshme. Marrëdhënia jonë me prindrit nuk varet nga ajo që bëjnë ata, si janë apo si reagojnë ata. Ajo varet nga ajo që bëjmë ne. Ndryshimi ndodh brenda nesh. Kur Randy mësoi se babai i tij kishte humbur mikun e tij më të mirë gjatë luftës, ai filloi të kuptonte se pse babai i tij ishte kaq i rezervuar emocionalisht. Për një kohë të gjatë, Randy kishte menduar se distanca e babait ishte drejtuar personalisht ndaj tij. Por njohja e historisë ndryshoi gjithçka. Babai i tij, Glenn, dhe shoku i tij më i mirë i fëmijërisë, Don, u ribashkuan rastësisht kur njësitë e tyre ushtarake u bashkuan për të luftuar kundër gjermanëve në Belgjik. Në një zjarr të fortë, Don i shpëtoi jetën Glennit. Por gjatë këtij veprimi, ai u qellua në qafë dhe vdiq në krahët e tij. Glenn u kthye në shtëpi. U martua dhe krijoi familje. Por ai kurrë nuk mundi ta përqafonte plotësisht jetën që kishte, duke ditur se Don nuk do t'i përjetonte kurrë ato gjëra. Randy i kërkoi falje babait të tij që e kishte gjykuar dhe që ishte larguar emocionalisht prej tij. Ai nuk priste më që babai i tij të lidhej me të në mënyrën që ai dëshironte. Në vend të kësaj, ai mund ta donte babain e tij ashtu siç ishte. Siç kemi mësuar në kapitujt e mëparshëm, ndihmon shumë të dimë se çfarë ka ndodhur në familjen tonë. Çfarë i ka plagosur aq shumë prindrit tanë? Çfarë qëndronte pas distancës, kritikës apo agresionit të tyre? Njohja e këtyre ngjarjeve mund të hapë derën për të kuptuar jo vetëm dhimbjen e tyre, por edhe tonën. Kur kuptojmë ngjarjet traumatike që kanë ndikuar në jetën e prindërve tanë, mirëkuptimi dhe dëmshuria jonë mund të fillojnë të zbehin plagët e vjetra. Ndonjëherë edhe një fjali e thjeshtë si: mami, babi, më fal që u largova dhe u tërhoqa,
o mund të hapë brenda nesh diçka që nuk e prisnim. Lexoni listën e fjalive shëruese që vijon. Ndoshta 1, 2 ose disa prej tyre do t'ju prekin në një mënyrë që të mund të filloni të zhbllokoni pengesën mes jush dhe prindërve tuaj. Lërini fjalët që t'ju arrin. A ka ndonjë fjali që ju prek thellë? Ndoshta mund të imagjinoni t'ja thoni 1, 2 ose disa prej tyre njërit ose të dy prindërve nga të cilët jeni distancuar. Fjalë shëruese kur kemi refuzuar një prind. 1. Më vjen shumë keq që kam qenë kaq i largët me ty. 2. Sa herë që më ke zgjatur dorën për t'u afruar, unë të kam larguar. 3. Më mungon, por për mua nuk është e lehtë ta them këtë. 4. Mami, babi, ti je një prind shumë i mirë. 5. Kam mësuar shumë nga ti. Mund të kujtosh edhe një moment të bukur dhe ta ndash me ta. 6. Më vjen keq që ndonjëherë kam qenë kaq i vështirë për ty. 7. Kam qenë shumë gjykues dhe kjo më ka penguar të jem pranë teje. 8. Të lutem, më jep një mundësi të dytë. 9. Do të doja shumë që të ishim afër njëri tjetrit. 10. Më vjen keq që jam tërhequr nga ti. Të premtoj që për kohën që kemi përpara do të përpiqem të jem më pranë teje. 11. Më pëlqen shumë që jemi afruar përsëri. 12. Të premtoj se nuk do të kërkoj të më dëshmosh dashurinë tënde. 13. Do të ndaloj së prituri që dashuria jote të shprehet vetëm në mënyrën që unë pres. 14. Do ta pranoj dashurinë tënde ashtu siç e jep ti, jo vetëm ashtu siç e imagjinoj unë. 15. Do ta pranoj dashurinë tënde edhe atëherë kur nuk arri që ta ndjej qartë në fjalët e tua. 16. Më ke dhënë shumë në jetë. Faleminderit. 17. Mami, babi, pata një ditë shumë të vështirë dhe ndjeva nevojën të të telefonoja. 18. Mami, babi, a mund të qëndrojmë edhe pak në telefon? Më qetëson vetëm të dëgjoj zërin tënd. 19. Mami, babi, a mund të ulem pranë teje? Përpara se të përpiqeni të shëroni një marrëdhënie shumë të vështirë ose të prishur me prindrit tuaj, mund të jetë e dobishme që fillimisht të punoni me veten. Për shembull, të bëni disa seanca me një terapist, të praktikoni meditimin e ndërgjegjshëm, ose të mësoni teknika që ju ndihmojnë të lidheni më mirë me ndjenjat dhe me trupin tuaj. Kur arrini të vëzhgoni reagimet tuaja ndaj stresit, bëjni më të aftë që të kujdeseni për veten në momentin kur keni më shumë nevojë. Është e rëndësishme të zhvilloni një ndjenjë të brendshme sigurie dhe mbështetjeje që ju drejton dhe ju mbështet. Për shembull, teknikat e frymëmarrjes mund t'ju ndihmojnë të ndjeni më qartë kufijtë e trupit tuaj dhe t'ju lejojë të ecni përpara me një ritëm që është i përshtatshëm për ju. Mbajtja e një distance të shëndetshme në marrëdhënie ju ndihmon të ndjeni të qetë, pa pasur nevojë që të mbroheni ose të mbylleni emocionalisht për të ndjerë të lidhur. Një kufi i fortë ose fleksibël ju lejon që të ndjeni emocionet tuaja dhe në të njëjtën kohë të shijoni lidhjen shëruese që po krijohet me prindrit tuaj. Në fund, kur arrini të merrni frymë thellë dhe të ndjeni me qetësi atë që ndodh brenda jush, nuk keni më nevojë të largoheni nga ndjenjat tuaja. Fjali shëruese për t'ia thënë një prindi që nuk jeton më. Edhe kur marrëdhënia jone jashtme me prindrit tan është e largët ose nuk ekziston më, marrëdhënia jone e brendshme me ta vazhdon të jetojë dhe të evolojë.
Edhe kur prindrit kanë ndërruar jetë, pra kanë vdekur, ne ende mund të vazhdojmë të flasim me ta në zemrën dhe në mendjen tonë. Këto janë disa fjali që mund të ndihmojnë në rindërtimin e një lidhjeje që është dëmtuar ose që nuk u zhvillua kurrë plotësisht. 1. Të lutem, ma afro pranë teje dhe qëndro në ëndrat e mia, kur trupi im është më i qetë dhe zemra ime është më e hapur. 2. Të lutem, më mëso si të besoj dhe si të pranoj dashurinë. 3. Të lutem, më mëso si të pranoj atë që më jepet. Më mëso si të marr. 4. Të lutem, më ndihmo të ndihem më i qetë dhe më i sigurt brenda vetes. Fjalë shëruese për t'ia thënë një prindi të panjohur ose të larguar. Kur një prind largohet nga jeta jon ose na lë për të rritur nga të tjerët, dhimbja mund të duket e pakapërcyeshme. Shpesh, ky largim i parë krijon një model të pavetëdijshëm që përsëritet më vonë në jetën tonë në formën e refuzimit ose të braktisjes. Por, cikli i dhimbjes duhet të marrë fund. Nëse vazhdojmë të jetojmë me ndjenjen se na është bërë padrejtësi ose se jemi viktima, ekziston rreziku që ta përsërisim të njëjtin model në marrëdhëniet tona. Lexoni fjalitë e mëposhtme dhe imagjinoni sikur po ja thoni ato prindit që është larguar ose që nuk e keni njohur kurrë. 1. Nëse për ty ishte më e lehtë të largoheshe ose të më lije në kujdesin e të tjerëve, unë po përpiqem ta kuptoj këtë. 2. Do të ndaloj së fajsuari ty, sepse e di që kjo vetëm na mban të dyve të bllokuar. 3. Do të marr nga të tjerët atë që më ka munguar dhe do të përpiqem të krijoj diçka të mirë nga ajo që ka ndodhur. 4. Ajo që ndodhi mes nesh do të bëhet një burim force për mua. 5. Për shkak të kësaj përvoje, unë kam fituar një forcë të veçantë tek e cila mund të mbështetem. 6. Faleminderit për dhuratën e jetës. Premtoj se nuk do ta shpërderoj. Fjali shëruese kur kemi qenë shumë të lidhur me një prind. Ndërsa disa njerëz e refuzojnë një prind, të tjerët mund të jenë shumë të bashkuar emocionalisht me një prind deri në atë pikë sa të humbasin ndjenjen e identitetit të tyre. Në këto marrëdhënie të ndërthurura, mund të kemi humbur mundësinë për të zbuluar veten tonë, për të kuptuar se kush jemi dhe se çfarë ndjejmë. Nëse kjo situatë të përket, lexojini fjalitë e mëposhtme sikur po i dëgjoni nga prindi juaj. Imagjinoni zërin e tij ose të saj duke ju thënë këto fjali. Dhe vini re se cilat prej tyre ju përkasin thellë. Imagjinoni që prindi juaj po ju thotë: 1. Të dua për atë që je. Nuk e nevojë të bësh asgjë për të merituar dashurinë time. 2. Ti je fëmia im, por je një person i veçantë dhe i pavarur nga unë. Ndjenjat e mia nuk duhet të jenë ndjenjat e tua. 3. Kam qenë shumë i lidhur me ty, edhe e kuptoj që kjo mund të ketë rënduar. 4. Duhet të ketë qenë e vështirë për ty të përballoje nevojat dhe emocionet e mia. 5. Nevojat e mia mund të të kenë lënë pak hapësirë për veten tënde. 6. Tani do të jap më shumë hapësirë që të jetosh jetën tënde. Do të jap gjithë hapësirën që të nevojitet. 7. Kam qenë shumë pranë teje dhe ndoshta nuk e pasur mundësi ta njohësh plotësisht veten. Tani do të qëndroj këtu dhe do të gëzohem duke të parë të jetosh jetën tënde. 8. Ti je kujdesur për mua dhe unë e kam lejuar këtë, por kjo nuk mund të vazhdoj më. 9. Kjo është shumë barë për çdo fëmijë.
10. Çdo fëmijë që do të përpiqet ta zgjidhte këtë, do të ndjejë i rënduar. Kjo nuk është përgjegjësia jote. 11. Bëj një hap pas dhe ndiqe jetën tënde. Vetëm atëherë do të ndihemi qetë për ty. 12. Nuk kisha mundur ta përballoja dhimbjen time deri tani. Ajo që ishte imja ka qenë mbi ty. Tani është koha të kthehet tek unë. Atëherë, të dy do të jemi të lirë. 13. Ti ke marrë shumë gjëra nga unë, dhe ndoshta jo mjaftueshëm nga prindi tjetër. Do të doja të të shija më afër të dyve. Aty është vendi yt. Tani, imagjinoni prindin tuaj duke qëndruar përpara jush. Vini re se çfarë ndjeni brenda vetes. A dëshironi të afroheni apo të largoheni? Cila distancë ju bën të ndjeni më të qetë dhe më të sigurt? Kur gjejmë distancën e duhur emocionale, diçka brenda nesh mund të zbutet dhe të qetësohet. Kjo na jep më shumë hapësirë për të ndjerë dhe për të pranuar emocionet tona. Kur të ndiheni gati, mund të thoni një ose më shumë nga këto fjali dhe të vëzhgoni se çfarë ndjeni brenda vetes. Thuaj një ose më shumë nga këto fjali për një prind. 1. Mami, babi, unë jam këtu dhe ti je atje. 2. Ndjenjat e tua janë atje me ty, dhe ndjenjat e mia janë këtu me mua. 3. Të lutem, qëndro atje, por mos shko shumë larg. 4. Unë marr frymë shumë lehtë kur kam hapësirën time. 5. Ndjehem e të kurrër kur përpiqem të kujdesem për ndjenjat e tua. 6. Ishte shumë e tepërt për mua të mendoja se mund të bëja të lumtur. 7. Tani e kuptoj që kur e lëm veten më njan, bëhemi të dy të padukshëm. 8. Që tani e tutje do të drejtoj plotësisht jetën time, duke e ditur se ti je aty pas meje duke më mbështetur. 9. Sa herë që ndjej frymën time duke lëvizur brenda trupit tim, do ta kujtoj se ti je i lumtur për mua. 10. Faleminderit që më ke parë dhe më ke dëgjuar. Nëse i keni ndjekur hapat e këtij kapitulli, mund të keni filluar të ndjeni një lloj paqeje të re brenda vetes. Fjalitë shëruese që keni thënë, së bashku me imazhet, ritualet, praktikat dhe ushtrimet që keni përjetuar, mund të kenë ndihmuar në lehtësimin dhe në forcimin e marrëdhënies me një të dashur, ose edhe në zgjidhjen e një ngatrese të pavetëdijshme me një antar të familjes. Nëse i keni ndjekur këto hapa dhe ende ndjeni nevojën për diçka më shumë, në kapitullin tjetër do t'ju ofroj një pjesë tjetër të kësaj enigme, një eksplorim të viteve të para të jetës. Një ndarje e hershme nga nëna mund të na mbajë të ndarë nga jeta në një mënyrë që na pengon shërimin e plot. Në kapitullin tjetër do të shqyrtojmë efektet e kësaj ndarjeje dhe mënyrat e shumta se si ajo mund të ndikojë në marrëdhëniet tona, suksesin, shëndetin dhe mirëqenien tonë.